Sumru, e mbushur me shqetësim i telefonon një ajetit dhe i lutet që të mos qëndrojmë në vilën Shansalan, duke e parë si një vend të rrezikshëm dhe plot intriga, por një ajet me qetësi dhe vendosmëri e bind duke i thënë se arsyeja pse po qëndron aty është për të mbrojtur Harikën nga kurthet e planet e Hikmetit. Përveç kësaj, ajo shprehet se dëshiron të qëndrojë pranë dhe Esmas. Nuk shoqëron Tasinin, i cili tashmë është rikuperuar dhe ka dalë nga spitali. Gjatë rrugës, Nu i kërkon që të tregojë rreth ngjarjes së atentatit dhe çfarë kishte përjetuar në ato momente kritike. Por Tasini, i lodhur dhe i hutuar, shprehet se nuk mban mend asgjë. Atëherë Nu i rrëfen se ishte një nga njerëzit e tyre që e kishte gjetur dhe kishte njoftuar ambulancën në kohë. Tasin me mirënjohje e falenderon, por në shikimin e tij mbetet një hije dyshimi. Gjatë një bisede, Harika, e mbushur me mbledh dhe akmarrje, i kërkon Sametit që të ndëshkojë Misutin e vogël, pasi sipas saj ishte shkaku që Esati u rrëzua nga shkallët. Por Sametit kjo kërkesë i duket krejtësisht absurde, pasi Misut është vetëm një fëmijë i vogël dhe beson fort se rrëzimi i Esatit ka ndodhur aksidentalisht, pa qëllime të këqija. Në këtë moment ndërhyn Hikmeti, e cila ndryshe nga Sameti mbështet mendimin e Harikës. Ajo e përdor situatën për të forcuar ndikimin e saj, duke nxitur tension dhe duke e kthyer incidentin në një mjet për të manipuluar të tjerët. Sameti, i tensionuar dhe i mbushur me inat, i kërkon një ajeti të largohet menjëherë nga vila Shansalan, duke mos pranuar praninë e saj aty. Por një ajet me një buzëqeshje të lehtë dhe plot ironi, i përgjigjet se nuk ka as pak ndërmend të shkojë askund, pasi vila i përket Tasinit dhe vetëm ai ka të drejtë të vendosë. Kjo përgjigje e qetë por therrse e lë Sametin tërësisht të acaruar. Gjan shet trishtimin e Misutit dhe të Esmas, të cilën ndjen të pambrojtur përballë intrigave dhe tensioneve që i rrethojnë. Ai u thot atyre të mos qetësohen, sepse do të bëjë gjithçka për t'i mbrojtur nga çdo rrezik apo kërcënim. Duke parë sidomos pas sigurinë e Esmas, Gjani i premton asaj se do të bindë Esatin që të martohet me të, duke i dhënë shpresë se lidhja e tyre mund të kurorzohet pavarësisht pengesave. Tasin, pas një periudhe të gjatë të rikuperimi, kthehet në vilën ku e presin të gjithë me dashuri dhe përzemërsi. Megjithatë, gëzimi shoqërohet edhe nga një hije shqetësimi. Biseda shkon shpejt tek sulmi që për pak i mori jetën. Nuhu, me gjak nxehtësinë dhe shpërtimet e tij impulsive, nuk e fsheh mllafin ndaj familjes Shansalan, duke shprehur dëshirën për t'u akmarrë menjëherë. Tasin, me një ton të vendosur dhe autoritar, ndal. Ai thot se akmarrja pa prova dhe fakte vetëm sa do t'i fundos më keq dhe nuk do të nxjerrin kurrë të vërtetën në dritë. Duke parë kokfortësinë e Nuhut, Tasin e ve përballë një prove të fortë. I kërkon të betohet mbi Kur'an se nuk do të ndërmarrë asnjë veprim kundër Shansalanëve, pa qenë i sigurt për faqësinë e tyre. Ky moment e vën Nuhun përballë ndërgjegjes së tij, ndërsa të tjerët në vil mbeten në heshtje, duke pritur përgjigjen e tij me tension. Njëri prej njerëzve të afërt të Tasinit shfaq shqetësim dhe ankth të pazakontë. Sjellja e tij të le të kuptosh se fshet diçka shumë të rëndësishme në lidhje me sulmin, sikur ai ka dieni ose ka qenë i përfshirë në ngjarjen që për pak i mori jetën Tasinit, por për arsye të errta zgjedh të heshtë. Një ajet e vëren Misutin të përlotur dhe të tronditur nga ngjarjet. Ajo e përqafon dhe përpiqet ta qetësojë duke i thënë se nuk duhet të mërzitet, aq më pak të ndihet në faj për atë që ka ndodhur. Ajo siguron se nuk ka përgjegjësi në të gjithë këtë dhe se është ende një fëmijë që nuk duhet të mbartë peshën e problemeve të mëdha. Por Misut, edhe pse i vogël, e shpreh hapur shqetësimin e tij të madh. Ai nuk do që ta shohë motrën e tij Esman të trishtuar dhe të vuajtur. Gjani, vendosur dhe i revoltuar, përballet me Esatin. Ai i kërkon hapur që të marrë përgjegjësitë e tij dhe të dalë burr, duke i qëndruar pranë Esmas dhe fëmijës që ajo po pret. Për Gjanin kjo është çështje nderi dhe drejtësie, pasi nuk pranon që Esma të lihet vetëm dhe e pambrojtur. Por Esatin, me një arrogancë dhe ftohtësi të madhe, refuzon kategorikisht. Ai justifikohet duke thënë se nuk ka përfituar nga Esma, sepse edhe ajo vetë ka dashur këtë lidhje. Madje me një cinizëm të thellë, shkon edhe më larg, duke propozuar që Esma ta abortojë fëmijën, sepse vetëm në këtë mënyrë, sipas tij, të gjithë do të ishin të lumtur dhe pa barr. Fjalët e Esatit e shkatrojnë Esman, e lënduar thellë dhe me lot në sy. Ajo largohet me dhimbje të madhe, duke ndjerë veten të tradhtuar dhe të braktisur. Ndërkohë Gjani shpërtheni teri nga zemërimi.
Ai nuk e duron dot këtë ftohtësi dhe papërgjegjësi. Dhe me një ton të prerë dhe autoritar e urdhëron Esatin se nuk ka rrugë tjetër. Ai patjetër do të martohet me Esman dhe do të marrë përgjegjësinë e plotë për të dhe fëmijën. Gjehan shkon tek Melek dhe i rrëfen me sinqeritet gjithë situatën e ndërlikuar që lidhet me Esman dhe Esatin. Ai tregon çdo gjë për qëndrimin arrogant të Esatit dhe dhimbjen që ka shkaktuar tek Esma. Melek e prekur thellë nga fjalët dhe qëndrimi i Gjehanit, i shpreh lutjen e saj me mirënjohje dhe falenderon Zotin që në jetën e saj ka sjellë një njeri kaq të mirë dhe të ndershëm si Gjehani. Nur nuk mund të përmbajë me urrëtitjen dhe xhelozinë që ndjen ndaj Gjehanit, kështu që ndërpret takimin midis Gjehanit dhe Melekut me një qasje të ashpër dhe kërcënuese. Ai paralajmëron të dy që nuk duhet të shfaqin afeksion apo të takohen, duke e bërë të qartë zemërimin. Gjehani vendosur për të mbrojtur lidhjen dhe të drejtën e tij, ndërhyn dhe fillon një debat të ashpër me Nuhun, duke e sfiduar hapur për sjelljen e tij. Tensioni mes tyre rritet dhe grindja e vazhdueshme lodh jo vetëm ata, por edhe atmosferën rreth tyre. Melek e acaruar dhe e lodhur nga konfliktet dhe tensioni midis Gjehanit dhe Nuhut, vendos të largohet, duke lënë dy burrat të përballet me emocionet e tyre të ndezura. Esat përpiqet të bindë Sametin që të ndërhyjë dhe të ndalojë Gjehanin, që ta detyrojë të martohet me Esman. Ai shpreh shqetësimin e tij dhe përpiqet të shmangë çdo veprim të detyruar. Megjithatë, Sameti refuzon të marrë përgjegjësi për gabimet e Esatit, duke i thënë se nuk do të përfshihet dhe nuk do të ndërhyjë në vendimet apo veprimet e tij. Hikmeti dhe Harika qëndrojnë në anën e Esatit dhe e mbështesin atë, duke e lejuar të marrë vendimet e tij pa ndërhyrje. Benjamini del hapur në mbështetje të Esmas, duke treguar qëndrimin e tij të vendosur dhe solidaritetin ndaj saj. Ai dëshiron të mbrojë Esman dhe të sigurojë që të trajtohet me drejtësi. Nga ana tjetër, Xhana ndërhyn dhe ndalon Benjaminin, duke i thënë se nuk ka të drejtë ta mbrojë Esman si kunatën e saj dhe duke kujtuar se ata është në një pozitë të pavarshme, pasi pret një fëmijë, një avantazh që ata nuk e kanë. Kjo thekson se kjo situatë u jep mundësi atyre që të ndërmarrin veprime për ta rikthyer Esman në fshat. Një ajet shkon dhe flet me Sumrun, duke u treguar e qetë dhe e vendosur. Ajo përpiqet ta bindë se lidhja midis Esmas dhe Esatit do të jetë një gabim i madh, pasi Esati mund të sillet keq ndaj Esmas dhe fëmijës që ajo përpret. Një ajet sugjeron që Sumru të flasë me Esman për të diskutuar mundësinë e abortit, duke e paraqitur këtë si një mënyrë për ta mbrojtur nga pasojat negative të lidhjes së saj me Esatin. Një ajet dhe Sumru shkojnë tek Esma për të biseduar dhe për të ofruar mbështetje. Sumru përpiqet të jetë e butë dhe kujdesshme, duke e qetësuar Esman. Një ajet i shpjegon pasojat e mundshme nëse ajo vendos të martohet me Esatin dhe i tregon një histori nga Izmiri për një grua që ka vuajtur shumë nga një situatë e ngjashme. Historia e saj shërben si paralajmërim, duke kuptuar rrezikun dhe duke reflektuar mbi të kaluarën. Esma vendos të abortojë fëmijën kur dëgjon se kjo histori i përket vetëm një ajetit. Gjehan dhe Melek takohen dhe Gjehani shpjegon Melekut se është i lodhur nga sjellja arrogante e Nuhut. Ai kërkon që të martohen në fshehtësi sa më shpejt, por Meleki përgjigjet se nuk mund të bëjë diçka të tillë pa dijenin e Nuhut. Gjehani kërkon Melekut të bëjë një zgjedhje të vështirë, të zgjedhë midis tij dhe Nuhut. Esma shkon në spital së bashku me një ajetin dhe Sumrun me qëllim për të ndërprerë Zanin. Por sa po shohin situatën, mjekja e njofton Esman se ky abort mund të ketë pasoja shumë të rënda për shëndetin e saj. Madje ekziston mundësia që ajo të mos mund të bëhet më kurrë nën pas këtij veprimi, duke vendosur Esman përballë një dileme dramatike dhe emocionale. Tasin kthehet në vilën Shansalan dhe i kërkon Sametit dhe të tjerëve të largohen menjëherë nga shtëpia, duke theksuar se vila i përket vetëm atij. Kur dëgjon këtë, Sameti ndjen një trishtim të thellë dhe shqetësim, dhe përplasja emocionale e rëndon aq shumë sa ai bie pa ndjenja. Esma ndjehet e lumtur dhe e lehtësuar që nuk ka kryer abortin. Sumru dhe një ajet i premtojnë se do të qëndrojnë pranë saj dhe se do ta mbështesin për çdo gjë që mund të ketë nevojë. Sumru, duke treguar përkujdesje dhe dashuri, i sugjeron Esmas që ta tharras nënën e saj për ta pasur pranë në atë moment të rëndësishëm dhe emocional. Policia viziton vilën e Tasinit për të kërkuar trupin e Gërkanit. Sumru dhe Tasin ndjehen në ankth dhe të tensionuar, ndërsa ata po kërkojnë vendin e varrit. Megjithatë, për çudi, ata gjejnë vetëm një qenë të ngordhur dhe nuk ka asnjë provë
për të akuzuar Tasinin apo Sumrun. Policia largohet duke lënë çiftin të lehtësuar, por ende të shqetësuar nga e panjohura. Në spital gjendja e Sametit është shumë kritike. Mjeku këshillon që ai të dërgohet në Ankara për një trajtim më të specializuar, pasi rreziku për jetën e tij është jashtëzakonisht i lartë dhe situata kërkon kujdes maksimal mjekësor. Tasin dhe Sumru i tregojnë Nuhut për ngjarjen me policinë dhe për përpjekjet e tyre për të gjetur trupin e Gërkanit, por që nuk kishin sukses. Nuh duke u dukur i qetë, ju rrëfen se ai kishte marrë trupin dhe e kishte lëvizur më parë, përpara se policia të dyshonte për ta. Gjani tregon Melekut se gjendja e Sametit është shumë e rëndë dhe kjo ka ndodhur vetëm për shkak të Tasinit. Meleki shpreh keqardhjen për situatën dhe i thot Gjanit se sa shumë e do atë, duke treguar mbështetje dhe dashuri në këto momente të vështira. Duke dëgjuar bisedën midis Gjanit dhe Melekut, Nuh acarohet dhe fillon ta kritikojë Melekun duke pyetur pse vazhdon të ketë komunikim me Gjanin. Megjithatë Meleki ndërpret fjalën dhe i thot se nuk e njeh më Nuhun, sepse ai është kthyer në një person tepër kontrollues dhe i ashpër. Duke parë sjelljen e Nuhut, Tasin e kritikon ashpër, duke i thënë se po gabon dhe se një ditë do të mbetet pa njerëzit e tij të dashur. Sevilaj tregon Melekut se e shqetëson shumë sjellja e Nuhut dhe se marrëdhënia e tyre mund të prishet vetëm për shkak të tij. Megjithatë, Melek e qetëson duke i shpjeguar se vëllai i saj nuk është njeri i keq, por her pas here shfaq sjellje të tepruara, sepse nuk dëshiron që të tjerët të lëndojnë njerëzit që ai do. Xhanan përpiqet të manipulojë Esman, duke i sugjeruar që të jap fëmijën për birësim, por Esma kundërshton fuqishëm, duke i thënë se nuk do t'ja jap kurrësi fëmijën e saj askujt. Faleminderit që na ndoqët deri në fund. Na lini një koment dhe na tregoni çfarë mendoni, si u duket sjellja e Nuhut. A mendoni se po e tepron duke kontrolluar jetën e motrës së tij, apo e sheh si detyrë të vëllait? A mendoni se Nuh është tipik vëllai shqiptar, në mënyrën se si mbron familjen, apo thjesht koha ka ndryshuar dhe sjelljet janë më komplekse? Ne mezi presim të lexojmë mendimet tuaja në lidhje me këtë pyetje.